Rruga në mbikalimin hekurullor në Stomgolem, zona që i përket njësisë administrative rrethina në Shkodër, në një segment jo më gjatë se 30 metra ka degraduar me gropa bal duke e bërë qarkullimin mjaft të vështirë. Kjo rrugë ndërpret linjën hekurullore Shkodër-Hanihotit, njëri nga banorët e zonës thekson se ky segment ka qenë i bllokuar për të parandaluar rrezikun e aksidenteve nga treni, por është hapur nga individ të ndryshëm, thjesht për të shkurtuar lëvizjen brenda zonës. Me rivënien në funksion të hekurullës, normalisht u bllokohen sërish pasi paraqet rrezik për aksidente. Treni s'ka lënë sot, po kur është bën rruga, ka pas kaluar. Tashti nuk ka lënë, po fjalët janë me ardhë. Ashtruar krejt kjo rrugë, ashtruar këtu deri në mes dhe këtu kanë pas lënë. Aktualisht qarkullimi i automjeteve në këtë segment është i pranishëm gjatë gjithë ditës, pasi shërben si lidhje më shkurtër me zonën e Golemit dhe Dobraçit. Kërkesat e drejtuesve të automjeteve të kësaj zone ka qenë dhe mbetet që pjesa e dëmtuar prej 30 vitesh të rregullohet, ndërsa vënia në funksion të hekurullës të bllokohen sërish për qarkullimin e mjeteve për të shmangur rrezikët e aksidenteve.